Një incident fizik i ndodhur të mërkurë në ambientet e Parlamentit Evropian ka shkaktuar përplasje deklaratash dhe ka çuar në raportime zyrtare në polici. Ngjarja përfshin eurodeputeten suedeze Alice Maue nga grupi i Partive Popullore Europiane dhe një punonjës të delegacionit të majtë suedez në parlament. Sipas Marie Antman, drejtuese e zyrës parlamentare të së majtës suedeze, një prej stafit të saj hyri në zyrë në gjendje shoku dhe me shenja në krah. Ajo përshkroi ngjarjen si të papranueshme dhe të jashtëzakonshme, duke deklaruar se janë lajmëruar edhe rojet e sigurimit dhe presidenti i Parlamentit Evropian. Ndërkohë, eurodeputetja Maue i mohon me forcë akuzat dhe jep një version krejtësisht ndryshe. Sipas saj dhe partisë së saj, ajo është ngacmuar nga një punonjës politik në ambientet e parlamentit, ndërsa po shkonte në një takim. Ajo pretendon se një punonjës filloi ta filmonte dhe fotografonte parsye dhe kur ajo kërkoi një shpjegim, situata u tensionua. Më pas, përpjekja për të marrë telefonin nga duart e tij çoi në një përleshje fizike të shkurtër. Teodorescu Maue është takuar me presidenten e Parlamentit Evropian Roberta Metsola dhe ka kërkuar mbrojtje pas incidentit. Ajo do të bëjë një kallëzim edhe në policinë në Belgjik kur të kthehet nga Suedia, ku ndodhet aktualisht. Zëvendësi zyrtar i Parlamentit Evropian ka konfirmuar se po zhvillohet një hetim i brendshëm dhe se incidenti është regjistruar nga kamerat e sigurisë. I shtoi se ekziston një politikë zero tolerance për dhunën brenda ambientit të parlamentit dhe se masat e nevojshme janë marrë